Gjergji jetonte pranë detit në një shtëpi guri të mbuluar me nitrat, të ndërtuar me duart e tij dekada më parë. Ai nuk kishte fëmijë, as grua. Vetëm zhurma e valëve, të cilat i flisnin më shumë se sa zërat e fshatit. Duart e tij ishin të shënuara nga rrjetat, dielli dhe heshtja. Sytë e tij, të lodhur nga koha, ende njihnin çdo tipar të bregdetit midis dhërmiut dhe himarës. Kur ecte përgjatë shkëmbinjve, dukej sikur ishte pjesë e tyre. Në fshat thoshin se ai kishte lindur në det. Ndoshta ishte e vërtetë. Çdo mëngjes, para se të lindte dielli, ai ishte tashmë në varkën e vogël prej druri, duke vozitur ngadalë, pa motor, sikur donte të dëgjonte frymëmarrjen e oqeanit. Ai nuk peshkonte më nga nevoja. Ai peshkonte sepse nuk dinte si të jetonte në tokë të thatë. Ishte mënyra e tij e të jetuarit. Një nga ato mëngjese, kur qielli ishte ende gri dhe roz, Gjergji vuri re diçka të ngecur në algat pranë gjirit. Ai doli nga varka, në ujë deri në gjunjë, dhe ju afrua asaj. Një breshk deti, gjigante, e palvizshme. Pendët e saj ishin ngatëruar në mbetjet e një rjete peshkimi. Duket e lashtë, guaska e saj ishte e mbuluar me myshk, çarje dhe shenja kohe. Sytë e saj ishin të hapur, të qetë. Nuk kishte frikë, vetëm lodhje. Gjergji hezitoi. Ai nuk ishte njeri që të lidhej me gjallësat. Por diçka në atë vështrim e ndaloi. Një lloj heshtjeje që vetëm ai dukej se e kuptonte. Butësisht, ai e preu rjetën me thikën që mbante gjithmonë në brez. Breshka nuk reagoi me frikë. Ajo vetëm puliti syt, ngadalë. Ai e ngriti me përpjekje. Ishte shumë e rëndë. Ai e mbajti fort në krah, dhe ishte hera e parë që i shfaqej në dorë. Dhe ai e shikoi gjatë gjithë kohës, pa e larguar shikimin, sikur po thuej diçka, edhe pa fjalë. Ai e çoi në një gjit të vogël të fshehur pas shkëmbinjve, ku uji ishte i cekët dhe i mbrojtur. Askush atje nuk do ta shihte. Ai e vendosi brenda një vrime natyrale të mbushur me ujë të kripur. Çdo ditë ai kthehej me peshë, copa oktapodi, gjethe. Breshka hante pak, por kur nuk e injoronte. Sa herë që ai vinte, ajo i afrohej. Ajo gjithmonë e zgjaste qafën për të, sikur të priste dorën e tij. Dhe ai gjithmonë e përqafonte, gjithmonë duke e parë në sy, sikur të kërkonte ndonjë kujtim të fshehur. Ai e quante vjetërsi, një emër që fliste për moshën e saj dhe të tijen gjithashtu. Të dy nuk ishin më të rinj. Të dy e dinin sa e ngadalt ishte koha. Lidhja u formua kështu, në heshtje, me gjeste. Ai nuk ja tregoi askujt. Ishte sekreti më i bukur i jetës së tij. Për muaj të tërë ai u kujdes për të. Derisa, një ditë, ajo notoi me më shumë forcë. Guaska e saj, më parë e errët, tani shkëlqente në diell. Ajo ishte gati. Gjergji e çoi në plazh. Ai e mbajti përsëri në duar. Dhe, edhe një herë, ai e shikoi drejt për drejt. Sytë e tij ishin të lagësht. Ai nuk tha asgjë. Por fryma e tij mbante një premtim që ajo do ta kuptonte. Se, edhe kur të ishin larg, ai nuk do ta harronte kurrë. Se ai moment do të jetonte brenda tij për gjithmonë. Para se të hynte në det, vjetërsi u ndal. Ajo e ktheu kokën ngadalë. Sytë e saj u ngulën mbi të tijin. Dhe pastaj bëri diçka që ai nuk do ta harronte kurrë, i preku dorën me hundën e saj. Një gjest i thjeshtë, por plot me diçka të pamundur për t'u shpjeguar. Pastaj ajo u zhduk në blun e thellë. Koha kaloi. Stinët ndryshuan. Dimri erdhi, pastaj shkoi. Breshka të tjera erdhen, por asnjëra prej tyre nuk ishte ajo. Gjergji nuk i tregoi askujt për vjetërsin. Ai e mbajti në kujtesën e tij sikur të ishte një thesar i fshehur. Dhe kështu vitet u shndërruan në dekada. Gjithsej 43. Tani, shumë i vjetër edhe për të vozitur, Gjergji shikoi detin nga balkoni. Sytë e tij ende kërkonin. Në dorën e tij, ndonjëherë, ai ende ndjente peshën e saj. Dhe kur mbylli sytë, pa breshkën duke e parë. Gjithmonë në dorën e tij. Gjithmonë duke ia ngulur sytë në fytyrë. Sikur koha të mos kishte kaluar kurrë. Në muajt e fundit, Gjergji kishte filluar të ecte më pak. Trupi i tij, dikur aq i fortë sa shkëmbinj në bregdet, ishte bërë i brish dhe i pavendosur.
Duart e tij, të cilat dikur kishin mbajtur rjeta të rënda dhe breshka të plagosura, tani dridheshin ndërsa ngrinte një filxhan çaj. Megjithatë, çdo mëngjes, ai e tërhiqte karrigen prej druri në veranë. Ai ulej në heshtje. Ai shikonte detin me sy plot kujtime. Ai nuk fliste. Ai vetëm shikonte. Ishte aty që ai ndjeu vjetërsi. Jo me sy, por me gjoksin e tij. Si një jehon e butë, një prani e lashtë që jetonte në ujë. Ai kujtonte prekjen e saj në dorën e tij. Ai kujtonte shikimin e saj. Ai ishte i sigurt se ajo ende notonte atje. Dhe edhe nëse nuk e shihte më kurrë, kjo do të ishte e mjaftueshme. Nuk kishte hidhërim në heshtjen e tij. Asnjë ankesë. Asnjë keqardhje. Gjergji kishte jetuar pranë detit dhe për detin. Ai e dinte se nuk ishte njeri i turmave. Lidhjet që kishte zgjedhur ishin të pakta, por të vërteta. Ai nuk kishte nevojë për më shumë. Atë natë, qielli ishte i kthjellët. Yjet dridheshin si luspa në errësirë. Brenda shtëpisë, gjithçka ishte e qetë. Vetëm zhurma e karkalecave, era përmes dritareve dhe lëkundja e largët e valve. Gjergji ushtri në shtratin prej druri. Ai u mbulua me batanien që nëna e tij kishte thurur shumë vite më parë. Ai mori frym thellë. Dhe ndërsa Fladi hyri përmes çarjes në dritare, gjoksi i tij u qetësua. Asnjë dhimbje. Asnjë nxitim. Si dikush që bie në gjumë në qetësinë e detit. Të nesërmen në mëngjes, një fqinj erdhi për të lënë bukë. Ai thirri. Askush nuk u përgjigj. Ai hyri ngadalë. Ai e gjeti Gjergjin ende të shtrirë atje. Fytyra e tij ishte e qetë. Sikur të kishte ëndërruar vetëm për varka, rjeta dhe guaska. Nuk kishte asnjë shenjë vuajtjeje. Vetëm fundi i butë i një jete të tërë. Lajmi u përhap ngadalë. Fshati nuk po nxitonte të përballej me vdekjen. Shtëpia e Gjergjit u pastrua. Trupi i tij u la me ujë dhe gjethe rozmarine. Gratë e moshuara sollën lule të egra. Livando, mente, lule të vogla guri. Arkivoli ishte bërë nga njëri prej peshkatarëve, dru i thjesht, i pastër, pas bukurime. Sepse Gjergji nuk do të donte asgjë më shumë se kaq. Vazhdimësia u mbajt në faltoren e vogël, pranë fikut të vjetër. Erdhën pak njerëz. Disa fqinjë, 3 peshkatarë që ishin plakur me të dhe një kushëri i largët i vunos. Askush nuk qau me zë të lartë. Vajtimi ishte i heshtur, i përmbajtur, siç e kërkon deti. Vetëm shikime të ulura, duar të kryqëzuara dhe ndonjë murmuritje respekti her pas here. Gjergji nuk ishte një nga shumë. Por të paktët që erdhën e dinin se dikush po e linte detin atje. Ndërsa trupi po vëzhgoi, deti duke i trazuar. Peshkatarët më të vëmendshëm e vunë re të parët. Uji ishte i çuditshëm. Jo për shkak të valve, por për shkak të asaj që notonte në të. Një breshk. E madhe. E vjetër. Guaska e saj e konsumuar nga koha. Po notonte afër bregut, shumë më afër se sa do të ishte e natyrshme. Shkonte para dhe mbrapa. Shkonte para dhe mbrapa. Sikur të kërkonte diçka. Pleqt e fshatit e shikuan në heshtje. Ata nuk than shumë. Por të gjithë e vunë re. Breshka nuk ishte e zakonshme. Kishte pamjen e dikujt që e dinte. Dikujt që mbante mend. Do t'i afrohej shkëmbimve. Do të ngrihej në sipërfaqe dhe do të zhytej përsëri. Do të notonte nga njëra anë në tjetrën sikur të thërriste dikë. Sikur të priste. Fëmijët vrapuan për të parë. Peshkatarët shikuan njëri tjetrin. Askush nuk guxonte t'i afrohej ujit. Ishte sikur deti të ishte i zënë me diçka tjetër. Sikur edhe ai po i thoshte lam të mirë. Disa pëshpëritën histori të vjetra. Ata thanë se breshka të tilla shfaqen kur deti është i trishtuar. Kur njëra prej tyre kthehet tek ai. Të tjerë thjesht heshtën. Sepse e dinin. Edhe pa e kuptuar, ata e dinin se kjo nuk ishte e zakonshme. Në fund të ditës, ndërsa arkivoli i Gjergjit po ulej në tokë, breshka u zhyt për herë të fundit. Dhe u zhduk. Shtegu ishte i ngushtë. Gur dhe pluhur, i rrethuar me shkure të ulta dhe lule të egra. Procesioni lëvizte ngadalë. Pak hapa. Pak zëra. Vetëm zhurma e valve që përplaseshin në shkëmbin në distancë.
Arkivoli i Gjergjit mbartej nga 4 burra. Supet e tyre të përkulura. Fytyrat e tyre të mbyllura. Ata po ngjiteshin drejt varrezave të vogla në fshat. Në maj të Kodrës, ku të vdekurit pushojnë përballë detit. Nga atje lart mund të shihej kthesa e Bregdetit, anijet e ankoruara, pulbardhat në qiell. Ishte një vend i njohur për Gjergjin. Një shteg që ai vetë e kishte ecur kaq shumë herë, në heshtje, me kapelen në dorë dhe syt nga deti. Tani, ai ishte ai që bënte udhëtimin e tij të fundit. Hapat që la pas nuk do të ktheheshin më kurrë. Kur mbërritën, era frynte lehtë. Prifti, ose ndoshta Hoxha, hapi librin e tij. Toka ishte gërmuar tashmë. Lulet të vyshkura nga vapa dridheshin në krahët e grave. Syt e të pranishmëve shikonin tokën. Apo qiellin. Askush nuk dinte ku të shikonte. Por pastaj diçka e theu heshtjen. Një zhurmë që vinte nga deti. I ulët, i zgjatur. Si një rënkim i largët. Disa u kthyen. Të tjerë hezituan. Dhe atje, në rërën e plazhit poshtë, diçka lëvizte, ngadalë. Gjigande. Ishte ajo. Vjetërsi. Breshka. Guaska e saj e mbuluar me alga deti e shënuar nga koha. Putrat e saj të gjera linin gjurmë të thella në rërën e lagësht. Sytë e saj të thellë dhe të errët si puse. Ajo nuk u ndal. Ajo përparoi me vështirësi. Me një vullnet që sfidonte trupin e saj të plakur. Fshati nuk kishte parë kur diçka të tillë. Breshkat që plaken nuk vinë në plazh. Jo kështu. Jo me atë forcë. Por ajo erdhi. Dhe ajo erdhi drejt. Jo drejt ujit. Por lart. Drejt procesionin. Drejt tij. Ajo u ngjit në rër. Ajo u ngjit në shteg. Ajo u zvarit midis shkëmbimeve. Përpjekja ishte brutale. Me çdo lëvizje, trupi i saj dridhej. Por ajo nuk u ndal. Sikur diçka po e thërriste. Sikur e dinte. Dhe pastaj, ajo mbërriti. Ajo u ndal para arkivolit. Sytë e saj u ngulën te druri. Një timbull i ulët dhe i mbytur doli nga fyti i saj. Një vajtim. Një thirrje. Dhe pastaj, ajo filloi të vepronte. Me putrat e përparme, ajo gërvishti tokën. Me kokë, ajo e shtyu arkivolin. Me thundrën e saj, ajo shtyu sa më mirë që mundi. Ajo u përpoq të hapte. Ajo u përpoq të shtrihej. Thundra e saj gërvishti drurin. Lulet dridheshin. Një petal ra. Ishte një gjest i ashpër, por jo i dhunshëm. Ishte dëshpërim. Ishte dashuri e vjetër. Një dashuri që koha nuk e kishte fshirë. Të pranishmit mbetën të palvizshëm. Era u ndal. Deti heshte. Vetëm zhurma e goditjeve në arkivol jehonte. Si rrahje malli. Si një thirrje e fundit. Ajo këmbënguli. Ajo gërvishti. Ajo shtyu. Lëvizje të ngadalta. Por plot forcë. Një forcë e lindur nga fundi i detit. Nga thellësia e zemrës. Disa e njohan. Vjetërsi. Breshka e Gjergjit. Ajo nga historia e lashtë. E misisë së pamundur. E lidhjes që askush nuk e kuptoi. Që të gjithë e harruan. Por jo ajo. Ajo e kujtoi. Dhe tani, ajo ishte aty, duke u përpjekur të hapte atë që nuk mund të hapet. Duke u përpjekur të kthente atë që ka mbetur tashmë. Prifti hezitoi. Fjalët e lutjeve ngecën. Peshkatarët shikuan këmbët e tyre. Disa murmuruan. Të tjerë thjesht qanë në heshtje. Druri i arkivolit rezistoi. Por emocioni nuk rezistoi. Ishte shumë. Ishte dhimbje e gjallë, e pa përpunuar, pa përkthim. Pas minutash të gjata, vjetërsi u ndal. Ajo mbështeti kokën mbi arkivol. Ajo qëndroi ashtu. E qetë. Pa forcë. Pa zë. Dielli po perëndonte në qiell. Drita e artë preku trupin e saj. Preku drurin. Preku sytë e atyre që ishin ende atje, dhe të gjithë e dinin. Ky nuk ishte një funeral i zakonshëm. Ishte fundi i një dashurie që të i kalonte kohën. Tokën. Detin.
Heshtja ishte e rëndë. Procesioni nuk ishte shpërndar. Imazhi i breshkës atje, e palvizshme pranë arkivolit, i la të gjithë në të njëjtën habi. Dielli tashmë kishte kaluar gjysmën e qiellit, por askush nuk lëvizi. Ishin pleqt ata që e thyen heshtjen. Së pari me pëshpëritje nguruese. Pastaj me zëra të dridhur, plot kujtime. Sy të lagësht, fjalë që ishin ruajtur për një kohë të gjallë. Ata treguan atë që dinin. Ata treguan për djalin Gjergj, i dobët, jetim që në moshë të re. Gjithmonë duke parë detin. Ata treguan për breshkën që e gjeti të bllokuar në shkëmbinj me një penë të lënduar. Ata treguan për kohën kur ai u kujdes për të fshehur në shkëmbinjt e gjirit. Të dy u rritën në heshtje, afër njëri tjetrit, pa u nxituar. Ishte një miqësi që askush nuk e kuptonte. Por ata që e pan, e mbajtën mend. Ata e dinin se nuk ishte një shpikje. Ata treguan për herën e fundit që dikush i pa së bashku. Për lamtumirën që nuk kishte fjalë, vetëm shikime. Dhe për premtimin e pathën, i cili tani po përmbushej. E vërteta më në fund doli nga hijet. Dhe bashkë me të, erdhën edhe lotët. Lajmi u përhap në përfshat si zjarr në pyll. Ajo që dikur dukej si çmenduri, tani u shndërrua në nderim. Ata që nuk kishin shkuar në varrim nxituan drejt varrezave. Të rinj, fëmijë, të rritur që nuk i kishin thënë kur më shumë se një mirëmëngjes Gjergjit. Të gjithë donin ta shihnin me sytë e tyre. Dhe ja ku ishte ajo. Vjetërsi. Ende pran arkivolit. Guaska e njollosur me rër. Putrat e varrosura në tokën e fortë. Koka e mbështetur në dru, sikur po dëgjonte heshtjen e shoqes së saj. Ajo nuk lëvizi. Nuk bëri më zë. Ajo vetëm mori frym. Ngadalë. Thellë. Sikur po qante brenda. Turma u rrit. Askush nuk foli me zë të lartë. Lotët dolën pa turp. Syt u fiksuan në atë skenë sikur para një mrekullie. Peshkatari i vjetër, i cili gjithmonë ecte vetëm, nuk ishte kur vetëm. Kishte pasur një lidhje më të thellë nga sa shumë do ta dinin ndonjëherë. Një dashuri pa fjalë, pa premtime, por e përjetshme. Më të rinjt shikuan njëri tjetrin. Disa fëmijë përqafuan këmbët e nënave të tyre. Të rinjt ulën kokat. Burrat e detit, të ngurtësuar nga era dhe kripa, i lanë lotët e tyre të binin mbi tokën e thatë. Nuk ishte vetëm zi. Ishte keqardhje. Ishte turp që nuk e kishin parë. Dhe ishte edhe admirim. Breshka tani ishte më shumë se një legjendë. Ishte një monument i gjallë. Një simbol i asaj që bota moderne ka harruar, besnikërinë, kujtesën, lidhjen. Nuk kishte nevojë të fliste. Ishte aty. Dhe kjo mjaftonte. Rreth varrezave, deti ndiqte ritmin e tij. Por dukej më i qetë. Sikur e respektonte atë moment. Era frynte lehtë, duke sjell aromën e detit. Dhe, në maj të kodrës, fshati mësoi diçka. Ata e kuptuan se Gjergji nuk ishte një plak i vetmuar. Ai ishte një njeri i plotë. Bota e tij ishte ndryshe. Një botë ku zemra ishte e lidhur me detin, me një breshk, me një kohë që nuk ecte me orë. Imazhi i vjetërsit pranë arkivolit do të mbetej përgjithmonë në kujtesën e fshatit. E pikturuar në shpirtin e secilit. Ajo, roje e dashurisë. Rojtare e një historie që vetëm tani të gjithë mund ta shihnin. Dhe atë pas dite të vonë, kur dielli filloi të perëndonte, hapat që më parë ishin konsideruar të çuditshëm u bën të shenjtë. Gjergji nuk ishte harruar. Ai ishte zbuluar. Fshati nuk ishte më i njëjti. Dhe nuk do të ishte kurrë më. Për ditë të tëra, vjetërsi qëndroi pranë varrit. Trupi i saj nuk e kërkonte më arkivolin, por shpirti i saj ende e ruante atë. E palvizshme, e heshtur, koka e saj ishte kthyer nga toka që tani ruante Gjergjin. Fshati e respektonte. Askush nuk e shqetësonte. Fëmijët vinin dhe shikonin nga larg. Pleqt linin lule jo vetëm për peshkatarin, por edhe për të. Breshka tani ishte pjesë e shenjtë. Pastaj, një mëngjes të kthjellët, ajo u zhvendos. Me ngadalësi solemne, ajo zbriti shpatin, duke zvarritur peshën e viteve dhe mallit. Ajo arriti në rër pa bujë. Ajo hyri në ujë sikur të kthehej në shtëpi. Ajo nuk shikoi prapa. Nuk kishte nevojë.
Peshkatarët nga maja e varkave të tyre pan trupin e saj të çante valët për herë të fundit. Një pikë e errët që u tërhoq. E vogël, por e përjetshme. Vjetërsi u largua. Ajo e la trupin e Gjergjit në tokë dhe mori kujtimin e saj me vete në thellësitë e detit. Dhe aty filloi diçka e re. Fshati, më parë indiferent ndaj vetmisë së peshkatarit të vjetër, tani merrte frymë ndryshe. Varrezat bregdetare u bën një vend për t'u vizituar. Jo vetëm në zi, por edhe nga nderimi. Ishte toka ku besnikëria kishte prekur tokën. Guri i varrit të Gjergjit ishte i mbuluar me lule të thjeshta, guaska, copa druri me emra të gdhendur nga duart e fëmijëve. Simbole dashurie të rimësuara. Breshkat e detit, të cilat më parë shiheshin vetëm si pjesë e mjedisit, filluan të respektoheshin si lajmtar. Kur njëra prej tyre shfaqej pranë varkave, burrat ulnin zërin. Disa bënin kryqin. Ishte një zakon i ri. Lindi nga historia e Gjergjit dhe vjetërsiu. Breshka u bë një legjend e gjallë. Ata flisnin për të nënetët me erë. Për mënyrën se si takoi një djalë dhe nuk e harroi kurrë. Për zim që zgjati 4 dekada, për marshimin e pamundur drejt Arkivolit. Dhe për largimin, i cili nuk ishte një lamtumir, por një premtim. Fëmijët e vizatonin në gur. Gratë që ndisnin siluetën e saj në peshqir. Të moshuarit e thërrisnin në këngë. Ajo u bë pjesë e fshatit. Dhe bashkë me të, edhe Gjergji. Peshkatari i vetmuar nuk mbahej më mend si njeriu që jetonte në heshtje. Ai filloi të shihej si një simbol i dëmshurisë së fshehur. Ai që, pa kërkuar asgjë, jepte dashuri. Dhe merrte në këmbim provën më të madhe të kësaj. Jeta e tij, e lexuar më parë si heshtje, tani dëgjohej si një melodi, një këngë e ngadalt, e bërë nga gjeste të vogla dhe lidhje të thella. Brezat e rinj mësuan prej tij se misia mund të vijë pa fjalë. Se një lidhje e vërtet nuk ka nevojë për premtime të folura. Mjafton të ndjesh dhe të kujdesesh. Gjergji u bë një mësim. Ai nuk ishte në libra, por në çdo gjest të ri. Në syt që tani kërkonin më shumë se sa peshq në det. Në duart që nuk i largonin më breshkat, por i mbronin. Në zemër të fshatit që tani rrite më ngadalë, më thellë. Koha kalonte. Dhe, edhe me ndryshimet, historia nuk zbehej. Çdo verë, në një datë të pashënuar nga një kalendar, fshatarët mblidheshin në plazh. Ata ndiznin qirin. Ata hidhnin lule në ujë. Dhe ata shikonin horizontin. Disa do të thoshin se e kishin parë përsëri vjetërsin. Të tjerë do të betoheshin se kishin dëgjuar një tingull të largët, si një pshertim që vinte nga valët. Por nuk kishte rëndësi nëse ishte e vërtet apo një ëndër. Ajo që kishte rëndësi ishte ajo që mbetej. Kujtesa e gjallë. Dashuria e pavdekshme. Gjergji dhe vjetërsi nuk ishin më vetëm emra. Ata ishin fener. Një kujtesë se edhe në jetët më të thjeshta mund të ketë madhështi, se vetmia mund të fshehë butësi. Dhe se ndonjëherë lidhja më e fortë në botë lind midis një njeriu dhe një krijese të detit. Trashëgimia e tyre u bë një rrymë. E padukshme, por e vazhdueshme. Dhe tani fshati jetonte me më shumë shpirt.